zhidhet. Andin, cila kanë sfida më e madhe në jetën tënde që e përballë? Sfida më e madhe në jetën tënde ka qenë ndarja, sepse unë nuk për mu dashnia është vendim, edhe unë nuk është sipërfaqësore, dhe ajo është vendim ti llogarit që tani jetën kime kalu me atë person, po nuk ka ndodhur ashtu. A mos është pak egoiste? Cila? Nëse e quajmë është vendim, nëse ky person ka me jetu për gjithmonë. Kur thon vendim, unë e kam fjalën për ai vendim do të më qenë i dyanshëm, po flas prej aspektit të pastër, sepse gjithçka është relative, kur çdo është absolute, ti mundesh më dash me dikën më shumë ti mbut, po nesër mund mos jesh me atë person, apo më kupton. Një po tash po mundon tash në gjuhën njerëzore, sa do ku do me rumbullaksu ose me u mundu me qenë i qartë. Çka ka lëndu më shumë? Çka të ka lëndu më shumë? Më ka lëndu vajza, sepse kom ditë që traumat më të mëdhaja kam i bart ajo, sepse mendoj që shumica e femrave që ndanë në bashkëshortësi janë pikrisht ato që janë egoiste. Edhe sepse nuk mendojnë ato thojnë që mendojnë për të mirën e fëmijës, po nëse kishin me mendu për të mirën e fëmijës, do ta gjenin në mënyrë shumë intelektuale për me rujt lidhjen. Nëse arsyet janë banale, nuk janë arsye për cilat njërin ndahet edhe s'ja vlen më pajtu, apo kupton? Dhe fëmijët më dhimbën se fëmia është humsi më i madh në këtë jetë, jo i madhi. Tash po e them në gjuhën popullore, i madhi kur ta liset. Fëmia është ai që e vun. Do të thonë unë mas shumë të vuj për shkak të mënyrës se si po rritet qika jeme, se sa që jam nda. Edhe është shumë interesant, në shumë faza tjetës tem, kur njerëz më kanë lënë për dekt, dhe kanë thonë që ka marru ky, unë jam kthy në qasje forme që ata nuk më kanë njoft mu. Kanë thonë qysh është e mundën. Edhe se njerëz nuk e kuptojnë që janë dy relacione, është relacioni horizontal njerëzor, edhe relacioni vertikal që është hyjnor aty. Edhe kur një grup i madh njerëz mbledhen për me të rrëzu ose pa kur fare arsye, veç pse nuk ta falin suksesin, me të bëu diçka, edhe mendojnë që ti je vetëm, ata nuk e kuptojnë që ti nuk je vetëm. Veç grupacionin e tyne njerëz e shohin me sy, a grupacionin tem nuk e sheh kërkush me sy.